Dashur motra dhe vëllezër, ja u them me gjithë zemër që sot do doja që të kisha mundësinë të shkoja në çdo fshat, në çdo shtëpi të Preshevës, të Bujanocit, e të Medvegjës, të takoja shqiptarët një nga një. Por natyrisht që me zemër, me mendje, me shpirt, ju siguroj që kam qenë me secilin për jush, edhe dëshiroj që secili, çdo familje e shqiptarëve të Luginës të marrë sot mirënjohjen time në emër të Presidentit të Republikës, në emër të shtetit shqiptar. E sot dua edhe një herë të përsëris këtu në Preshev, me shumë forcë, me forcën e zemrës, të shpirtit, edhe të mendjes. Atë që është një vërtet e pakundërshtueshme. Ju, shqiptarët e Luginës Preshevës, jeni nder dhe simbol i nderit të kombit shqiptar.